Olta Gigjari shkëlqen në jahtë me pamje verore magjepsëse. Olta Gigjari i ka dhënë mirëseardhjen Stinës së Verës me disa fotografi të nxehta nga Bregdeti, të publikuara së fundmi në Instagram. Aktoria dhe ish-banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri u shfaq mahnitse në një jahtë, duke treguar linjat e saj perfekte me dy duke të ndryshme verore. Në njërën prej pamjeve, Olta shihet e veshur me një set të bardhë minimal, ndërsa mban një kapele kashte dhe pozohet në ndjellin mesdhetar. Ndërsa në një tjetër fotografi, ajo shfaqet me bikini roz me detaje asimetrike, duke qëndruar me vetbesim në pjesën e pasme të jahtit, me sfondin e kaltër të detit që e plotëson bukurinë e saj. Postimi i Oltës mori qindra pëlqime dhe komente nga ndjekësit e saj, të cilët e komplimentuan për forma dhe elegancën, duke e shpallur një nga ikonat e stilit të kësaj vere në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.